avokat, a ishte i drejtë vendimi që GKO-ja mori për Belinda Ballukun, të cilën donte ta shkarkonte nga detyra e zëvendës ministres? Pyetja është e gabuar se nuk ka kërkuar një shkarkim. Nuk flasim për pezullim, jo për shkarkim. Megjithatë ka interpretim. Kushtetuta njeh imunitetin, por kemi dhe një kod procedurës penale i cili tani unë mund të jem prokuror dhe ata janë gjykatës, nuk e njohim gjithë dosjen. Kjo se unë si prokuror e kam bindur gjykatën që mua më duhet kjo mas që e parashikon kodi procedurës për të siguruar procesin, pra ndjekja penale ka një kod procedure. Çdo ndjekje penale e ngritur jashtë këtij kodi procedurës, kuptohet që është e palishme. Pra, ajo garanton edhe drejtësinë dhe integritetin e procesit. Nëse ka qenë e nevojshme kjo masë, dhe është e diskutueshme, atëherë e detyron të gjykatën, siç thash fillim, të hyjë në themel. Se nuk kemi as vendimin e apelit, nuk kemi as vendimin e gjykatës së lartë. Dhe pjesa minoritare, pra, që nuk ka qenë dakord, 3 gjykatës, e kanë shprehur të fakt. Megjithatë, përveç asaj si e parashikon ligji parashikon qartë, kemi një sugjerim që kemi nga organizatat europiane, kemi rastin Velie, nuk po marrim analogjinë, se analogjia nuk ecën shumë në fushën penale, bile nuk lejohet. Ata kanë kërkuar që jo se Velia është i pafajshëm dhe ka imunitet, ka shi vepra penale, se ndryshe atëherë s'kemi drejtësi dhe këtu është kërkesa kryesore. Por, duke qenë që është i zgjedhur dhe ka një pozicion tillë që nuk mund të sharkohet, dhe unë kam parashikuar që nuk të sharkohet dhe nuk u sharkua, aty vendosi shumë mirë gjykata, ata propozuan që le të ndryshojnë ligji që dhe Velia të pezullojë. Por, të ishte në shtëpi, të kalonte jo në paraburgim, por në shtëpi, për të mos prishur provat e procesit, ata ishin dakord që procesi mund të preke, por mund të merrë një mas pezullimi. Dhe si ishte thjesht për Velien, po ishte edhe për kryebashkiakun e Istanbullit. Dhe u prononcuan rreth një muaj ca përpara. Dhe do vinin në nëndorë edhe në Tiranë për të sjellë këtë lloj propozimi. Pra, propozimet e mbas edhe të Komisionit Venecës, nuk e di tani e kanë ratifikuar ata apo jo, e kanë bërtyrën apo jo, por të këtyre shoqatave të pushtetit lokal nëpër Europë, ishin që dhe kjo mas pezullimi që me ligj nuk lejohej për personat e zgjedhur, të aplikohet e këta që të uli pak presionin lidhur me arrestimet, paraburgimet. Po në krahun tjetër në Europë kemi edhe arrestimet deri në sallë parlamentit. Kemi edhe arrestimet gjykatësh në sallë gjykatës, kur janë në flagrancë. Është parimi mos diskriminimit. Unë nuk e kam kurrë me personin fjalë, unë e kam gjithmonë parim. E qartë. Tani, neni 17 e Kushtetutës na njihet gjithë barabartë para ligjit. Neni 18 flet për diskriminimin. Vite të tëra kam që kërkoj të mos kenë imunitet. Për çfarë kanë imunitet? Imunitet për zbaritur drejtësinë. Përse përpara procedura penale unë nuk jam i barabartë për shembull me dikë tjetër. Po bëj pyetjen, nëse presidenti i Shqipërisë ka fuqi falje apo parlamenti, këta gjithë bën një shkelje penale apo disa, këta kanë drejt falin në vetën e tyre, siç ndodhi në 97. Që Shqipëria u doq, u vran mbi 3000 ca persona vetëm atë moment, pas e ka vazhduar efekti i masakrës, vrasit kanë vazhduar akoma. U dëmtuan mbi 60 miliard dollar me një vlerësim kështu si përfaqësor mbase, jo shtërrues. Dhe këta amnistuan vetën. Tani, a mund të jetë politika gjykatëse e vetës? Dhe garancia këtij sistemi që ne duam të shkojmë, që nuk po shijojmë, janë ndarja e saktë e pushteteve. Dhe aty shteti bëhet me imunitet.
Ne s'kemi imunitet. Para publike po trajtohen në mënyrë shnjërzore. Njerëzit janë pasuruar para syve tanë, brezi im iku, një brez para me ka ik, brezi im se 25 vjetësh i brez. Dikur edhe dyfishoj popullsia dhe i qik më tepër, për ne që ishim Ballkanas, dyfishoj popullsia minimum një qip do të bëj 3.000, se të bëj 2 i bi që kanë riprodhuar vetën, numrin e tyre. Po, e qartë. Do të bëjnë minimumi 3. Ne, shqiptarët, shqyqyr ishim pjellorë, do më thënë. Por tani, sa e kemi popullsinë? Aseti kryesor i një vendi janë njerëzit. Në numrin e tyre dhe cilësinë e tyre, në edukim edhe tjera. Sa e kemi popullsinë? Edhe brezit tuaj do t'i ki kohë, po vazhdua me këtë ritëm. Pra, mund t'jetë Shqipëria vendi i iluzioneve të humbura, s'ka drejtësi. Çfarë është një shoqëri pa drejtësi? Ku nuk ka drejtësi? Thjesht një mizere shoqërore, asgjë më tepër. Unë për të mendoj që duhet patjetër të ndahen. Janë pushtete të barabarta. Nuk është as ekzekutivit mos dëry, që deri tani ne dim sigurt që një deputet i mazhorancës, një ministër, një kryeministër, përveç pasanikëve që kanë pushtete dhe se kanë ndikim, bile na kanë serviru dhe njerëz të tyre në parlament, edhe në për ekzekutiv. Po ka shumë më tepër rëndësi një deputet i mazhorancës si një minorancës. Ka pas gjithmonë ndikim absolut ekzekutivi në të treja pushtetet. Tani që po fillon një ndarje, këto janë të pritshme, që do ketë gjithmonë konflikte të tilla dhe do ketë puna e gjykatë. Pra, desa të ndahen mirë, të jepen precedente saktë. Se ne jo vetëm që s'kemi komentar, por ne as nuk i marrim nga ata që duhet. Ne duhet kishim aplikuar një kornizë ligjore top tank, siç e ka bota, me të mirët e qetë e saj, aty të ishin dhe komentarët, edhe fushën penale dhe civile dhe kushtetuese dhe administrative. Ne kemi bërë mbi shmash. Në anën administrative